kryetari LDK-s. Edhe me kryeministër. Për shkak se nëse LDK-ja në koalicion edhe me kryeministër, LDK-ja nuk i ka. LDK-ja shuhet për mana lëvizjes vetëvendosur. Kush? LDK-ja. Po edhe me PDK-n shuhet. Edhe kryeministër me Po edhe me PDK-n shuhet. Edhe me PDK-n edhe me vetëvendosje shuhet me PDK nuk shuhet me PDK. Jo shuhet. Ka shumë kush që e thot vetëm pak. Ka shumë kush që e thot LDK-ja rritet kur është mbushtetë. Sa herë i problemi është që deputetët rritet. Deputetët nuk kanë konsensus. Me vetëm shuhet nuk kanë konsensus grupi i LDK-s. Dy elektorate këtë ndryshme. Ka do që votojnë, gjysma nuk e voton. Okej, tek gjysma të PDK-ja nuk i kryen. Pyetjen që e bëna pak më herët Sadikut se s'po bëhet qeveria e opozitës së deri. Opozitës unë mendoj që fillimisht do të mu konsumu gjitha përpjekjet e partisë e cila ka obligim kushtetues, këtë rast lëvizjes vetëvendosje, me i kriju institucionet. Po, mas ka marrëveshje opozita. Opozita do të me bëni marrëveshje, me ja kalu kryetarin e kuvendit me bë qeveri. Po, shajat e para në sodit. Unë besoj që ata kanë më mbledh, thashë veç koni ka dëshmëri të tri partive politike më mbledh, besoj që kanë më mbledh. Nuk i kanë numrat as opozita në 100%. Mirë dhe po më taku. Ti beson që do shqiptu në pajtona me shkubimin, se është veprimi i Lumir Abdigjikut është kalkulim për me rujt pozitën relative brenda partisë. Vizionin vetanak, jo interesin e Respublikës të mirës përgjithshme publike, sa kalkulimin për terenin e panjohtur politik që mund vijet ardhmen. Aje run pozicion në vetë sekretar partije, një që shvepron e zoti Kurti, kur me veprime caktume e dërgon dikash. Sa mund tjetë me pasoja politike, pozicionimi neutralitetit kundrejt dy bloqeve. Ama blerim, adi qa është problemi? Lumir Abdigjiku mendoj une e ka qetësin me bo veç me vetëvendosje. Nuk e ka me opozitën. Nuk i shkojnë krejt deputet Abdigjikut, as kënej krejt, as anej krejt. Jo, si shkojnë. Ndërkohë që ka vetëvendosje, a i vinë më pak numra. Ka opozita vinë krejt numrat e LDK-s edhe nuk dolin, bile duhet me marrë atjerë. Por që taj nuk mundet me bo me opozitën. Për qef po fol. Për qef ata kretë kanë qef me vetëvendosjen, po ju vjen i nati. Nuk e di qka është, unë e di që numrat e LDK-s nuk janë kompakt. Nuk shkojnë as ka vetëvendosja komplet, as nuk shkojnë as ka opozita komplet. Qëtë është qështë? Unë mendoj që votën kompakt e ka veç Partia Demokratike. Në qoftë që jetë koalicion me LDK-n. Edhe ata deputet e Aleancës. Edhe Lumi po Fatmirit. Po Fatmirit. Varet që shindojnë postet. Se për shkallën PDK kish me pas shumë përqare nëse ja dhojnë LDK-s kryeministrin. Jo, s'kish pas koalicion ashtë veç. Ku kish pas përqare? PDK. Nëse e japin kuj? Lumirit. Lumirit. Okej. PDK mundet me sakrifiku edhe PDK ka sakrifiku shpesh. Kam me të kjo kur s'ka pas të lashe. Kërënisma ka me të lërë. Vetëvendosja nuk i koni farë paranoje, ndoshta ka drejt me qatë paranojë, ndoshta ka drejt me qatë kujtes, po menën që Fatmiri me bu kryetari parlamentit, kur kryet mandati Vjosës, a i bëhet president janë 1 muj, 2 muj, presidenti përkashëm, se i takon si pas postit. Edhe a i masnena mundet me buna i farmakinacioni që e dëmëtën vetëvendosjen. Jo, a di që kanë frikë. Frikë e kanë që në momenti që votohet Fatmir Lima, nuk e voton qeverinë e VV-s. Në momenti që zgjidhet kryetara e kthehet ka opozita. Kjo është frika kryesore. Edhe unë menoj që është shumë legjitime e frika, se çashtu do të ndodhte. Çashtu do të ndodhte. Jam i bindur për këtë gjë që ashtu do të ndodhte. Kjo është arsye që se kanë informacion, është informacion që është diskutuar në zyrët e vendosjes. Edhe ka shumë të drejtë kjo paranojë. Nuk është paranojë. Nuk është paranojë, është kohë. Nuk fiton zoti Limaj ashtu se më kon që fiton, ashtu e kishë. Po në menoj që zoti Limaj nuk fiton as kënaqësa ne, ai zoti Limaj Kjo paranojë edhe është, por është paranojë prezent.